Shqipëria arrin të riciklojë sot vetëm 18% të mbetjeve të gjeneruara, duke mbetur larg objektivave që rrjedhin nga direktivat e Bashkimit Evropian. Sfida kryesore në përmbushjen e këtij synimi është ndarja në burim, që kërkon bashkëpunim shumë palësh dhe diktohet edhe nga mungesa e infrastrukturës rajonale, si dhe sensibilizimit të bizneseve dhe qytetarëve. Megjithatë, rasti i Beratit mund të shërbejë si model pozitiv. Bashkia në fjalë ka arritur rezultate pozitive nga projekti pilot. Sidomos me bizneset, por edhe me familjet, kryesisht të fokusuara në qendrën e qytetit, në zonën historike, por edhe në disa zona të cilat janë zona që kanë popullatë të lartë. Ne kemi ndërmarrë një fushat intensive sensibilizimi dhe mund të themi që projekti ka filluar dhe sasia e gjeneruar e mbetjeve është në tregues të kënaqshëm. Mund të themi që për momentin e kemi një tregues 10 deri në 12% të mbetjeve të cilat riciklohen. Pritshmëritë tona janë që të paktën brenda vitit të dytë dhe brenda, po themi, vitit të tretë, ne të arrisim të përqindje deri në 20-22%. Tashmë punojësit tanë të kompanisë së pastrimit i shkojnë der më der për të marrë qeset e riciklimit. Sipas dhimës, në Berat janë hedhur tashmë hapat e parë të ekonomisë qarkulluese. Ne kemi arritur tregues shumë të mirë në grumbullimin e plastikës dhe kartonit dhe mbetjeve të letrës. Kemi arritur të krijojmë edhe shitjet e para nëpërmjet ankandeve, duke bërë të mundur shitjen e një sasie rreth 65 ton mbetjesh karton dhe letër, dhe ndërkohë jemi në proces për 5 ton plastik dhe për 11 ton të tjera karton dhe letër, të cilat janë të gjeneruara dhe të cilat trajtohen në qendrën e ndarjes në burim të mbetjeve që ne kemi pranë landfillit të qytetit. Si një metodë për të shpërblyer bizneset që janë përgjigjur pozitivisht thirrjes së bashkisë, Dhima shpjegon se këto të fundit promovohen si biznese miqësore me mjedisin. Për ekspertin e mjedisit, Erni Koçani, sfida më e madhe që duhet kapërcyer për të pasur sukses dhe për të përgjigjur kërkesave të Bashkimit Evropian është ajo e infrastrukturës rajonale. Zgjidhja do të ishte që ngritja e infrastrukturës rajonale, patjetër, sepse ne që të fillojmë riciklimin duhet të dimë edhe ku po shkojnë këto mbetje. Kështu që duke ngritur infrastrukturën rajonale edhe facilitetet për ndarjen e mbetjeve, selektimin e mbetjeve, na ndihmonte ne që më pas të vinim kontenerët specifik në qytetet tona, në bashkitë tona, ku më pas dhe pastaj duhet punohet shumë edhe me ndërgjegjësimin e qytetarëve, se nuk mjafton vetëm që ne të vendosim 2 apo 3 kosha pavarësisht numrit të kontenerëve, edhe befas njerëzit fillojnë të ndajnë mbetjet edhe të bashkohen. Domethënë ne shohim edhe nga praktika të huaja që kanë vite që bëjnë riciklimin dhe kur vjen puna shohim prap fushata informuese për qytetarët që si duhet të ndahen mbetjet. Koçani thekson edhe zonat të cilat aktualisht performojnë më mirë në raport me menaxhimin e mbetjeve në sistemin aktual. Një zonë që performon mirë është zona qarku i Korçës, sepse atje ka një landfill të standardeve të mira, ku ka edhe infrastrukturën ndihmës siç janë stacionet e transferimit që ndihmojnë bashkitë për rreth tyre të ulin koston e transportit, pra që nga haja të vinë nëpërmjet një stacioni transferimi për të ulur kostot. Patjetër që Bashkia e Tiranës ose qarku i Tiranës, edhe në Shkodër dhe në Saran që ka një landfill rajonal ku, mbetjet grumbullohen nga bashkitë për kaca dhe depozitohen në landfill. Përpos Beratit edhe Bashkia e Belshit, Roskovecit dhe Matit kanë arritur të realizojnë diferencimin në burim të letrës dhe të kartonit, por edhe mbetjeve të gjelpra dhe më pas riciklimin e tyre. Sipas Institutit të Statistikave, vetëm për gjatë vitit 2024, në vend janë menaxhuar në total 832.822 ton mbetje urbane, ku pjesa më e madhe janë depozituar në landfille.